Mirë mbrëma, fushata elektorale ka bërë që ta anashkalojmë një ngjarje e cila është jo më pak e rëndësishme. Ka të bëjë me grigjën e ortodoksëve shqiptarë, të cilët kanë zgjedhur kryetarin Prisin Bariun e tyre, zotin Johan Pelushi. Zot Johan Pelushi është njeriu i cili do udhëheq grigjën e ortodoksëve shqiptarë. Është një personazh i cili nuk është se njihet shumë nga shqiptarët. Por, në fakt, unë kam gjetur njëri i cili ka punuar me të edhe në kohën kur feja ishte e ndaluar. Dhe më tha që është njëri i cili besonte që atëhere, besonte në mënyrë të flakt. Neve deri më sot jemi mësuar që kishën ortodokse shqiptare ta njësojmë me kryeveshkopin Janullatos. Ndërsa tashti duhet të mësojmë ta njësojmë me imzot Johan Pelushin. Është një përmetar me origjinë po për më gjatë. Kush është? Do na flasi zoti Gjin Lesh Kreshta, i cili e ka pasur edhe kolegë të tij dikur para se të bëhej prit. Gjin, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përshëndetje. Ju falenderit. Atëherë, kur komunikuam bashkë më thej që është një njeri i jashtëzakonshëm. Si e ke njohur ti dhe ku keni punuar bashkë me të? Me Johan Pelushin, me emrin dikur Fatmir Pelushi, por pas rritjeve fetare, emri është kaluar nga Fatmir në Johan. Kam punuar gjatë gjithë viteve 80, kur është hap Spitali 5, dhe që drejtor kishim profesor Nestor Polimeri. Jans Pelushi. Unë do jap përshtypjet e mia, po janë të tjerë në qendrën spitalore universitare që do japnin përshtypje mbas edhe më të mëdha. Ai është personi më i veçantë i qendrës spitalore universitare. Është një erudit. Një haq gjumë sa që mund të komunikojë dhe me zogjt qillin shqiptar. Ai më ka njohur edhe me të madhin Petrozhej. Gjin, dua të bëj një pyetje më përpara. Sa kohë ke punuar me të ti? Rreth 10 vite. Okej, në biografinë e tij që unë lexova, shkruante që nga viti 78 deri në vitin 90 ka punuar në spitalin psikiatrik. Ka qenë infermier. Pra i bie që ka filluar punë 20 vjeç. Aty e keni njohur ju apo jo? Unë e kemi qenë bashkëmoshatar. Okej. Ka qenë i persekutuar që nuk ka vazhduar studimet, si është historia e tij? Për hir të vërtetës, ai herë para që është përmetar. Dhe përmetja është krenaria e çdo krahine shqiptare. Po ma bën qefin mua më duket. Nuk e di, pse nga jeni ju për ditë them që unë nuk kam njohur në jetën time përmetar negativ, antisocial. Edhe këtu në Amerikë kur kam ardhur, dhe kudo që kam shkuar, përmetarët na paraprin. Po të kisha 2 jetë, njëherë do kisha dëshirë ta kisha përmet. Shiko, Brënjavo thonë çdo fis e ka një pis edhe nuk ka pyll pa dera, kështu që mos egzagero, unë jam vetë përmetar, prandaj po ta them kështu. Okej, atëherë unë do t'jap një statistikë që ju do bindeni. Në 97 u grim e u përlam me njëri tjetrin në u vra. Kështu në ngatroi i mallkuari Berisha. Kurse përmeti s'qesime. Që të bindeni dhe juve sa ato njerëz që janë të mrekulluar. Dhe të kthehemi ke Johan Pelushi. Baba i tij dikur ka emigruar në Paris. Në luftën e dytë botërore, bashkë me gjithë rinjtë shqiptarë është kthyer për qëllimin e Shqipërisë. Mes na duket pozicioni i tij ka qenë një pozicion i përshtatshëm, mbase nga miku apo shoku, dhe ka qenë krahun e ballit. Dhe kjo ka qenë, si të thush, ajo që e ka bllokuar. Por nuk mund të themi që ka bllokuar Johan, sepse profesor Nestor Polimeri e ka thirrë, i ka thënë hapë që ta rrugë, vazhdo fakultetin e mjekësisë. Nuk ka pranuar. Ai kishte lindur për klerik. Kishte lindur për klerik. Unë nga ai kam lexuar librat më të vjetra të besimtarëve shqiptar.
Por ty nuk të ktheu dot në besimtar. Ty nuk të ktheu dot në besimtar. Unë jam ateist 24 karat dhe po të nvesh për një orë kryeministër, vendimi i parë është që të gjitha institucionet fetare ja kalojnë Ministrisë së Arsimit në shërbim të rinisë shqiptare. Okej. Kjo nuk do të thotë që neve njerëzit që kanë pikpamje të ndryshme mos jemi shumë miq. Dhe ajo që mu miq sot është shumë më shumë e tërë sepse ai ka lënë çdo kufi të humanizmit. Ai është i jashtëzakonshëm. Shiko, më tregove një histori që nga fundi kur sistemi degradoi, nuk ishte më fuqi të mbante spitalet, ai ishte humanist sa që të sëmurët i merrte, i lante, i kuronte në shtëpi? Është e vërtetë që i merrte në shtëpi, i ushqente, i jepte ilaçe. Është e vërtetë që rroga ati ka shku gjithmonë për të smurt. Imagjinoj një smur që ka ardhur lidhur me hekur këmbë të ursh, dhe tani është bërë mirë, dhe do ta kthejmë në vendin e tij, në jug apo në veri, ai do i bëte apo bateria tani s'të për jug apo për veri. Ju pas ka bërë... është më i veçanti në mesin tonë. Andaj ne jemi shumë krenar që ai sot vjen në shërbim të komunitetit ortodoks shqiptar. Na ndjemi shumë këtë. Të kuptoj. Ke mbajtur lidhje me të mbasi ai emigroi në Amerikë dhe mbasi edhe ti u bashkove me të? Unë që nga 90 se kam takuar, për vllajën e tij e kam këtu dhe natyrisht e kam takuar. Madje kam qenë dhe një fatkeqësi që pat. Ato e një familje mrekullueshme. Ato e një familje mrekullueshme dhe me fatmirë kemi folë që në vitet 86 për ferë, që të hapen kisha xhamia. Dhe unë ja injoroja këte, i thoja po, dhe me thanë, a ishte, atëherë në atë kohë studion të persishte, që një të ma mirë se gjuhën shqipe, dhe do të shikoj gjithë jetën me libra me vetë. Në një herë, edhe kurse të ushqimin me vetë, si që mërshim në atë kohë, më thoshte e më fut një dhomë për studioj, po jepe në ishë smuri të ushqimin. Ashtë i veçanë, ashtë nga me të veçanë që më kam parë jetë tim. Shiko, që të bëhesh kryepeshkop i një kishe autoqefale duhet të jesh beqar, nuk martohesh. Pati ndonjë dashuri Johani në kohën që punonte me juve? Thamë vërtetën, ai mund të ketë jo shumë për mua, po unë asnjë për të jetën time. Ishte idealist në fushën e tij. Fliste ndonjëherë për fen? Që në 86 kemi folë për fen, kemi hap libër mas libri bashkë. Kemi folë për fen, kemi debatuar, kemi vlerësu priftrin dhe ato, priftri hoxhallar dhe gjithë klerikët shqiptar patriot. Kemi debatuar, sepse kemi 2000 vjetë në fe dhe staj kanë shërpyu kombit klerikët. E kupton, kështu që unë e prisja që sta po ndryshoj sistemi që ai do të kontribonte shumë në këtë fushë. Dhe po t'ishte në origjall do ta pekon ta i pari. Shiko, kur u shkëputët? Në vitet 90 ai iku, apo jo? Në vitet 90 u shkëputa nga ai sepse ai u nis për Boston për të studiuar për fe, për teologji. Arriti ta gjente vetë bursën për... E kanë ndihmuar të gjithë, po miku më i ngushtë mbetet më i madh i Petroshej. Shiko, ti më fole me shumë superlativa për të në momentin që u lidhëm dhe më thej që unë e kam njohur në kohën kur ai ishte ende një infermieri thjesht, po me një vokacion për fen. Ndërkohë, kisha ortodokse shqiptare ka pasur shumë akuza, shumë dyshime për lidhje me grekët dhe vetë paraardhësi Joanit ka pasur akuza nga më të ndryshmet. Ju besoni që është një patriot Joani, është një njeri mbi kombet, një njeri që do punoj për paqëstimin shqiptaro-grek, apo si e mendoni ju atë? E para,
pa shkruar ke Joani, shkojmë ke feja. Feja nuk njeh kombe. Pavarësisht se ajo përshtatet kombeve për interesat e saj. Do të bim dakord, nuk ka asnjë libër fetar, nuk do të gjesh asnjë libër fetar në botë që flet për kombe. Ato flasin për zotat e tyre dhe vetë sektët fetare nuk kanë akoma dakord se cili është zoti. Çfarë do të thotë? Që unë mendoj që Fatmiri është një humanist i madh. Mendoj që Fatmiri është një shqiptar i mirë. Nuk mund flas për nacionalizma ke Fatmiri sepse njerëzit e mëdhenj në përgjithësi nuk i pëlqejnë ose nuk janë pjesë e nacionalizmave të smura. Shiko, më bëhet qefi për këtë që thua ti, sepse po t'jetë një shqiptar i mirë, kjo mjafton dhe tepron për mua. Pastaj, ti je shqiptar i mirë nuk do të thotë që je anti me njërin edhe me tjetrin. Shiko, është në një moshë 68 vjeçare, në fakt fotografia e tregon më të ri. Njëjtën moshë kem, njëjtin vit. Po pra, është një moshë ku njeriu, si thon një fjale, punon për të mbyllur llogarit me jetën. Duke e njohur vokacionin e tij, ti mendon që Joani Fatmiri, le ta quaj me emrin që ai ka zgjedhur vetë, Joan. Po, natyrisht. Mendon që do punoj për një kish shqiptare, e thash, 68 vjeç njeriu fillon e bën llogaritë e jetës për t'i mbyllur, jo për t'i hapur. Joani po i hap llogaritë e jetës tashmë. Mendoj që do punoj për një kish shqiptare autoqefale, shumë besimtar ortodoks, unë pash që e quanin këtë një fanol të dytë. Bravo, jem dakord me to. Unë jem dakord me to. Me Jani do filloj kisha kombëtare ortodokse. Pas Norit. Jani nuk e njeh urrëtitjen. Nëse shqiptar ka shqiptar që urrejnë, ne duhet të urrejnë, Jani nuk e njeh urrëtitjen. Dhe njerëz si Jani do i doja sot nuk rahin. Nuk rahin që të banin thirrje për jo më shumë gjak. Kështu që për mu kam bjerët në vake. Shpresoj që Joani të ndjeki këtë rrugë dhe mendoj që mbas kësaj shumë perceptime do ndryshojnë edhe për Janulatosin, sepse shpeshherë neve nuk e dim që Janulatosi mbajti disa qëndrime të caktuara në momente të caktuara për shkak se ashtu besonte se duhej, apo sepse të atilla ishin konjunkturat. Mendoj që caktimi i këtij njeriu që juve vërtet e quani një shenjtë edhe një pro-shqiptar, duke qenë një zgjedhje e Janulatosit, Janulatosi ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të lënë këtë si pasadës. Unë mendoj që Janulatos që një personitet i madh dhe neve duhet na frymëzoj se si ka shërbyer kombit të tij, dhe jo kombit shqiptar. Shiko, Gjin, mendoj që Janulatosin e ka përdorur shpesh politika greke, por ajo që më bëri përshtypje në varimin e tij, që fjalimi mbesës së Janulatosit, e cila mbajti një fjalim vërtet siç duhet ta mbante një fetar, një fjalim vëllazërimi dhe dashuriet. Ishte një fjalim i cili ndryshonte katërcipërisht nga platea, ku ishin Mitsotakisi që spushon duke i rënë gërnetës së Vorjopirit, ku ishte Berisha i cili spushon duke i rënë fyellit të ndarjes Jugveri, ku ishte dhe Edi Rama i cili nuk e di ç'të them, po mund të ishte ai zoti i asaj ceremonie, dhe s'kishte pse ishte Mitsotakisi zoti i ceremonisë. Kështu që mendoj që gjëja më e bukur në atë ceremoni nuk ishte as fjalimi Mitsotakisit, as fjalimi Ramës, po ishte fjalimi mbesës Janulatosit. Dhe shpresoj që ai të ketë qenë Janulatosi vërtet.
Unë mendoj që ne shikojmë shumë pak. Feja dhe politika gjithmonë fillon poshtë tryezës. Shiko, mendoj që politika në përgjithësi tenton ta përdori fen. Sikur se feja, unë jam duke ndjekur me shumë kuriozitet zhvillimet në Vatikan dhe të shëndetin e Papa Franceskut, sepse mendoj që është një pap jashtë skemave. Në ndryshim nga Wojtyla dhe Ratzinger që ishin para artit e tij, ky është një më popullor, një më bio, një më afër vulgut, një i cili qa ka në zemër e thot dhe në atë intrigën që krijojnë këto komunitetet fetare, nuk duhet të harrojmë që qoftë Vatikani, qoftë Kisha Ortodokse, por edhe muslimanët në atë llojin e tyre, në ato qendrat e pushtetit që kanë, përdorin lloj formash dhe duhet të jesh shumë i Zotit të ruash pastërtinë. Unë shpresoj që Johani ta ruaj pastërtinë e vet, ashtu siç e ke njohur ti. Nuk e di, a ka karakter, as ka karakter. Unë jam besim plot që ai djalë e kam njohur, nuk kam njohur në gjë negative, e kam njohur tërë pozitivitet. E kam njohur në shërbim të njerëzimit. Dhe imagjinoni unë një ateist që adhuroj Marxin dhe ai adhuron fen, ta flas këto për të. Do me thanë, nëse fëmijët e mi do ishen besimtar, unë do ju thoja që si krahin ne jemi katolik, unë do ju thoja që shkoni t'ju bekoj Johani. Të kuptoj. Shiko, ne shqiptarët jemi shumë të përzyer, se edhe katolikët shqiptarë që janë në Puglia dhe në jug të Italisë ndjekin ritin ortodoks. Kjo vjen për shkak sepse neve e kemi ndruar her pas here, her katolik, her ortodoks. Pastaj jemi ngatruar dhe në fund kemi përfunduar katolik duke u falur si ortodoks. Madje edhe Oros i famshëm i mirëditorëve vjen nga fjala greqishte Oros. Vend mal, domethënë. Okej. I dashur, mund të rrepres këtu. Që timi realist, mos gënjejmë njëri tjetrin, shqiptarë s'kanë qenë janë kur besimtarë. Janë kaq falso një ideologji, sa nuk ka një popull dy të ndryshëm. Po le ta lëm këtë fushë. Po, edhe unë paka shumë, zakonisht gjyshet tona, unë si kam dëgjuar ndonjëherë betohen për Muhameta, për Jezu Krisht, pasha dheun, pasha bukën, pasha qiell, pasha tokë, kur thoshin, okej. Më shumë pagan. Megjithatë, keq nuk bëjnë fet në sektor të caktuar të shoqërisë. Do doja të flisim pak bashkë edhe për çështjen e emigracionit, të votimeve, të fushatës elektorale që po vjen. Do më thuash pak historinë tënde si emigrant. Kur ike ti, nga ike, ku ike? Unë ika për specializim për çështjet e drogës, për luftën kundër drogës, dhe përfundova në Greqi ke të smurt e mi që i kisha nisë për të shpëtuar atje dhe ata me mirë pritën. Në çfarë viti? Në vitin 97, unë kam lanë Shqipërinë të shkatruar totalisht. Dhe atje më pritën të gjithë smurt e mi të cilët i kisha quar për të u shput nga droga, me qenë se atje do i dushin muaj dhe vite për të besuar për blerë drogë, dhe kjo i bante të largoshin nga droga. Dhe atje jam sistemuar, kam punuar me Krishin e kushe tjera, në Greqi 15 vjetë, pastaj kam emigruar pra Amerikë. 15 vjetë, do më thënë i bie deri në vitin 2012, nga 2013, apo? 2012. Okej, 15 vjetë në Greqi. Në Piren, një nga lagjet e Athinës. Si e përjetove Greqinë? Si jetove në Greqi? Unë do flasë gjithë jetën fjalë më të mira për popullin grek, për mikpritjen e tyre, për humanizmin e tyre. Unë do flasë me superlativa për mjekësinë greke, që nuk ka lënë dokument pa falsifikuar me mjeku shqiptarët e pa dokumenta. Unë do flasë gjithë jetën fjalë më të këqija për shtetin dhe klerin grek, dhe median grek. Pra, për kleri, media dhe shteti grek janë më armiqësor ndaj emigrantëve të kryesisht atyre shqiptar. Ato janë më falsifikuesi
e shqiptarëve të atje. Ata janë më shnjërzorët, me statistikat të them masakra që është për në dhe. Po nuk është vejnë flasim, basi do flasim gjatë për të punë. Se çfarë ka ndodhur në Greqi dhe se si manipulohet me emigrantët shqiptarët. Duke lënë pastaj shtetin shqiptar që nuk ka ekzistuar fare. Domethënë, ambasada jonë s'ka ekzistuar fare për neve. Imagjinoje të lesh 2 vetë në Greqi kur keni milion shqiptar, emigrant dhe të lesh po 2 vetë në Kinë. Piko kur aty do doshin 10 përkthyes, juristë të tjerë atje. Po neve s'na ka faj populli dhe shteti grek. Faj na ka tradhia e shtetit shqiptar që nga 90. Dhe kështu që s'na ka përveç bota. Unë mund thamë vetëm një gjë se kemi arritur shkurt fare. Në 90-ën sa filluan demonstratat, unë punem pushtetin vendor, në orën 3 natës vjen drejtoria e dytë e sigurimit të shtetit dhe merr me makinë. Drejtoria e dytë ishte disa dekë të sigurimit të shtetit që ruanin në Shqipëri tokën, detin dhe qiellin, siç ishin ata, shumë të lavdishëm. Me thirrën dhe shkum në Komitetin e Partisë Tiranës. Aty u mblodhëm rreth 6-70 vetë. Vjen sekretari i Komitetit Qendror të Partisë, udhëheqja lart Renis dhe një oficer i sigurimit të shtetit. Ata na thanë se këtu kanë filluar trazirat. Ata po i ndjekim neve hap pas hapi. 3 tanë do t'i lëmë të shkojnë drejt Rrugë Elbasan. Pastaj do japim nga i shkop prapanisëve të kthehen te konviktet sepse ata janë fëmijë tanë. Në mesin e tyre ndodhi një student që quhet Azem Hajdari. Ku çdo që i bie në qafë do të noh. Ju lutem larg këtij sepse është i yni. Është i yni. Së shpejti ke studentët do qojnë kardiologun nga spitali Sali Berishën sak dhe e verior. A është një rrynë e quan Sali Berishën. Pasi mbaroi ky sekretari i Komitetit Qendror të Partisë, ngrit oficeri i sigurimit dhe na thotë se kjo që po ndodh ka shpërthyer në Kosovë dhe Kosova po shpërthen, prandaj ne jemi të kujdesshëm. Sigurimi i shtetit shqiptar me emigrantët kosovar në përbot ka punu kaq vite. Dhe Kosova është gati të shpërthejë. Ndaj janë hedhur në Shqipëri $20 milion për destabilizimin e Shqipërisë. Dhe ky destabilizim do vite nga veriu Shqipërisë. Ndaj dhe studentët ishin gjithçka ishte planifikuar. Ndodhemi këtu sepse ata kanë të sot pushtetin. Kur shikoj drejtsinë shqiptare që fut nana me fëmijë në burg, e në fut atë që dojnë Shqipërinë, Sali Berisha, si mund t'i besoj shtetit shqiptar. Po li thalem të sa punë e gjatë për biseduar me. Për spiriture. Okej, Gjin, këto janë, domethënë, të shkruara në histori tashmë janë të pashlyeshme. Tashti Berisha është ai gjyshi i lezetshëm 80 vjeçar që do të vjedhej herë në pushtet të frymëzoje 20 vjeçarët. Mbas Greqisë ikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë bëre aty me shkojmë me profesionin tënd si gjithmonë, duke qenë se është një profesion shumë i kërkuar? Kam dalë në pension, erdha në Amerikë dhe me besoni sapo kam zbrit marrëduk që kam marrë një pjesë Shqipërisë. Dhe oficeri që më priti më tha si ndjesh tash në Shqipëri, por nuk ka Shqipëria jote. Dhe Amerika thash është e jote. Absolutisht jote se unë jam i ardhur, baba im është i ardhur. Kështu që në Amerikë jam ndjesin Shqipërinë time. Jam ndjesë Shqipërinë time edhe për një fakt. Se ligjet në Amerikë janë gati si socializmi në Shqipëri, por i qik ma tashme. Po më kujton fjalët e një shqiptari nga Kosova, një emigrant i vjetër në Zvicër, që kur shkuan këta emigrantët e rinj, dhe panë që kishte shumë rregulla, i thanë, ore, ne më duket se erdhëm demokraci. Po tha, e ngatroni, tha, se këtu është njëherë në 4 vjetë demokraci, kusur janë gjitha diktaturë, 4 vjetë pa një ditë janë diktaturë. Kështu që edhe ajo Amerika që neve kemi menduar vendin e lirive një në tjetën, ka rregullin e vetë, ka drurin e vetë. Unë do të kritikoja, se keni qef ju të kritikoni socializmin, do të kritikoja për liberalizm. Okej, shumë liberalizm nuk ishtë, do të themi të drejtën. Thamë të drejtën që unë kam parë me sy që ka qanë. Unë kam punu në pushtetin vendor dhe ato që kam bërë atje, këtu nuk bëhen dot. Gjin, të themi të drejtën,
Më falë, në fushën politike, në fushën e qytetërimit, mos ta ngatrojmë në fushën politike. Jo politikisht. Unë nuk e kam ndjerë shumë se unë kam jetuar në Shkodër dhe Shkodra është qytet liberal nga natyra, domethënë nuk e kam ndjerë, po kam pasur të internuar që ishin në Shkodër dhe të internuar që ishin në Roskovec. Kam pasur djemtë e hallës së mi që i kam provuar të dyja internimet edhe në Shkodër dhe në Roskovec. Dhe Shkodra për ta ishte një, e ke parasysh, nuk ndryshonte nga jetesa. Në Roskovec ziheshin për ditë sepse ishanin ku jeni jo ballista. Në fakt ata ishin djemtë e ish komandantit brigadës parë sulmuese, po si kanë qenë ato kora. Atëherë do ta ndal, domethënë do të them jo politikisht, në aspektin e qytetërimit ku është më ashpër ligj, më jashtë shumë. Shiko, qytetërimi pasqyrohet në të gjitha aspektet, duke mos qenë fanatik së pari je i qytetëruar, pa diskutim kjo punë. Dhe Shkodra është një qytet i cili fanatizmin e urren, e u ka urryer në kohën e Hoxhës, siç e urreu në kohën e Berishës. Mos harrojmë që në 96-ën, kur Berisha e kishte shtruar në dru gjithë Shqipërinë dhe fitoi bashkitë edhe në Gjirokastë edhe në Vlorë, që si ka fituar ndonjëherë, vetëm një herë i fitoi në 96-ën, në Shkodër fitoi Djathta e Bashkuar. Dhe Shkodra ditit i kundërvijej Berishës. Nuk duhet ta harrojmë asnjëherë kryetarin e bashkisë asaj kohe, i cili sot është një zotriu, nuk e di a është më gjallë. Por në kohën e 97-s mori autobusa dhe shkoi në Vlorë për treguar që ju veri jemi bashkë, nuk na ndan askush. E vërtet. Dhe Shkodra e ka treguar qytetërimin e saj, qytetërim i cili vlen edhe si mungesë fanatizmit ndaj ideologjive, si në kohën e Hoxhës, edhe në kohën e Berishës, i cili për nga formimi shpesh njerëzit janë përpjekur ta barazojnë Berishën me komunizmin. Unë besoj që Berisha ishte një fanatik i dhunës, jo komunizmi është tjetër gjë, liberalizmi tjetër gjë, Berisha është thjesht një fanatik i dhunës, një qefli i dhunës. Gjin, votimet në Shqipëri mes emigracionit, po bet një luftë e madhe, janë regjistruar 200.000 emigrantë. Çka tregon që duan të marrin pjesë në jetën politike të vendit. Ti si e shikon? Unë e para që jam regjistruar sepse u respektoj shtetin tim, pavarësisht se nuk do të dëshiroja që nga 90 këto lloj shtetit. Unë personalisht s'kam qenë dakord që emigrantët të votojnë. Mua më duket se po ju bim qaf atyre njerëzve që jetojnë atje, sepse ne do të votojmë me përshtypje. Pra ne nuk kemi jetuar spitalin si biznes, s'kemi jetuar policinë si bataçi, s'kemi jetuar gjykatat, s'kemi përjetuar shkollën, mi fjalë. Neve do pyesim gjyshin, hallën, tezën, shokun dhe do votojmë. Kjo për mua nuk ka kështë ndershme. Ne duhet i lëmë njerëzit votojnë atje sepse ata i dinë hallet e tyre. Pra nuk kam qenë dakord. Bashkohem me ty në këtë pikë. Nuk kam qenë dakord sepse më vërtet më duket se po i njihim hak. Domethënë të viun të votoj për ty kur ti po vuan atje, ke probleme. Apo ti ke ndjesh mirë dhe nesër mund bish ke një qeveri më e keqe, mua nuk ma duket ndershme. Unë mendoj që emigrantët duhet votojnë gjithmonë për referendume madhore kombëtare. Në këto referendume mendoj që të marrin pjesë dhe emigrantët e Gjergj Kasteriotit, jo vetëm unë, se ato kanë pjesë të tyre në Shqipëri. Për gjëra tjera jo. Për gjëra tjera jo, sepse nuk është e ndershme, mendoj unë. Tani këtu janë përgatit, vinë lobojnë politikanët shqiptarë, natë dhe ditë, nuk pat fjalë lobojnë për Shqipërinë, në Washington. Lobojnë që unë të jem në pushtet. Të kupton? Në gjykimin tim nuk ka pak Shqipëria që nga vitin 1912 që në ratë më degraduara politike se tani. Që nga 90. Unë ju shikoj dhe ju ndjek në media një patak shillëkim. Bërtisti su bërë nami sot për korupcioni, po për korupcioni që në 90 nga ka marrë frimen. Ma di unë do të thamë dhe pak më përpara. Po që do që ishte socializmi. Dhe korupcioni ishte më i lehtë, ishte më i butë. Kupton? Dhe ne nuk mund të themi që e bëri ky apo ai, po që nga 90 dy bëhat nami. Emigrantët që nga 90 kanë ikë dhe vazhdojnë të ikin nga të dyja forcat politike.
Dhe kjo vjen se këto dyja forca politike i kanë vend perëndimor, po këto nuk përfaqësojnë popullin shqiptar. Ne s'kemi djathtë as më. Po kemi shtresë mesme që të jetë socialiste. Po kemi shtresë të djathtë që të kemi demokratë. Po ka djathtë në Shqipëri. Më thuaj lutem ata në vend në botë që pensionisti, punëtori, fshatari, rrogtari të jetë i djathtë. Atë si vend botë. Edhe në shtëpinë e bardhë sot me Trumpin, ata që punojnë janë të majta, sepse marrin rrogën në fund muajit. Më bëri përshtypje në Washington, 92% e Washingtonit kishte votuar për Kamala Harris. Çka tregon që administrata ka votuar majtas? Po ka logjik, do të thënë edhe këtu në Boston po kështu. Po ka logjik. Edhe një herë po them. Imagjinoj ti thosh fshatarit shqiptar, thotë jam i djathtë. Se ku ka djathtë më? S'ka pralliu i djathtë, unë militor i djathtë. Mos bëmi çesharak, kam fjalë. Mundohemi të mos bëmi çesharak. Nemi të majtë, nemi të varfër. Neve du të kemi një shtet social. Të kemi shtet social. Gjin, shiko, përjashton një 20% të shqiptarëve që janë si ty, si unë, nuk kemi dallime jug-veri, nuk kemi dallime ideologjike. Po mendoj që 80% e shqiptarëve janë klanor në përgjithësi. Do me thënë, shofin Berishën si të parin e fisit, si atët veriut që po përkrah gjithë veriun. Edi Rama në nga jugu e shofin sekretarin e zonës parë operative që ky po na mban pushtetin, po na lëtë na marrin në përkëmbë. Dhe mendoj që më shumë se të majtë të djathtë ne jemi akoma klanor, nuk kemi arritur akoma një shoqëri moderne. Po nuk kemi si të arrim një kohë kur ne gjerdje kemi qenë principata. Principata do të thotë shtetin vete. E para. E dyta. Është për të qarë dhe për të qeshur. Lexoj në rrjetet sociale se mirëditorët e mi kishin ideuar enciklopedinë e mirditës. Edhe Kina ka një enciklopedi. Mirdita do të në vete. Wapi. Po mirë o të çmendur. Po të keni që ma pak të shmendur dhe ishte mirë. Kështu që ne jemi shumë krahinor, sepse tak dhe herë jemi popull fshatar, jemi popull që jemi mbledhur në Tiranë dje, jemi popull që kemi zbrit nga fshatra dhe malet dje. E qartë, është një, kjo mbyllja krahinore mua më duket jashtëzakonisht një regres i madh. Do më thënë, të thuash krahina e Mirditës, krahina e Vlorës, krahina e Shkodrës, pastaj Shkodrës i fut një të ndarë, bën Dukagjinin nën Shkodrën, mbi Shkodrën, Malsin e Madhe, është një çmenduri dhe pastaj ti shikon që ti je një shtet më i vogël se Pulja e Italisë, Pulja është e taka e Italisë, je më i vogël se aq. Je më i vogël se aq në sipërfaqe, je më i vogël se aq në popullsi, dhe Puljen nuk e ka në mendje njeri, megjithëse është një ndër rajonet, është rajoni 4 i zhvilluar i Italisë. Imagjino sa të kanë ty. Dhe pastaj ne futemi në këto cicmicët, siç e theti, enciklopedia e Mirditës, po megjithatë besoj diku ande nga jugu i ka marrë dikujt koka erë që të bëj fjalorin e Vlorës e të tjera dhe pastaj. Ndaj unë mendoj që është koha që shumë gjëra ti sankcionoj me ligj. Do me thamë, kështu si që në fillim për fe, ne për të azil të punë, 4 sekret fetare, drejtuesit do t'i kenë në kushtet shqiptar. Pamësi e gjitha generalitetit. Edhe për këtë që thonë juve, ne gjuhën shqipe du t'a vëmë me ligj para institucionet që ne t'i kthehemi gjuhës kombëtare shqiptare. Me detyrim. Shikoj, e disha më bë përshtypjen që dhe idhtarët më të flak të gegnishtes kur vjen puna shkruajnë në gjuhën standarde, se s'po them gjuhën letrare, po gjuhën standarde. Shkruajnë në standardin kombëtar. Shok të mi nga krahinat e veriut, të cilët kam shok që në fakultet, të cilët i ka kapur kjo zekthi, dzanza e gegnishtes që ishë ngrën haku e më thetë thash, po kur vjen puna ku shkruajnë në gjuhën standard.
shkruajnë në gjuhën e Kongresit të Drejtshkimit. Kjo është një shenjë e mirë, kjo është një shenjë që tregon që pavarësisht gjithçkaje, gjuha standarde është ngulitur në kulturën e këtij populli. Dhe nuk jap vlen që ti rikthesh edhe një herë të shkuarës, thjesht nga ana praktike. Gjin, si e mendon ti votën e emigracionit? Unë them nga një herë, Partia Demokratike, që ju bashkua kësaj nismës për të votuar emigrantët, bëri një autogol, që në përgjithësi emigrantët janë të majtë për shkakun se punojnë, janë punëtore, kanë filluar nga gaveta, nga larja e pjatave. Unë mendoj që emigrantët janë proletarë shqiptarë, më ndryshe majtë kanë si t'jenë djallë. Mendoj që nuk do ndryshojnë asgjë në kandarin e politikës shqiptare. Mendoj që do të ketë urgjent ndryshime rrënjësore në qeverisjen e vendit. Pra do ta socializojmë shoqërinë se jemi kothrë qameti që thonë tirancit e vjetër. Ky votim nuk do të jap në diçka, përveç se do t'i shtoj takshtu qujtës majtë, sepse unë se kam qujtë aherë majtë për socialistë për i të vërtetës, se kam qujtur të majtë kryeministrin e vendit tim për i të vërtetës, sepse s'ka kryeministër në Evropë në perëndim të majtë që të varros e të rivarros bashkëpunëtor të fashizmit, siç ka kryeministri i vendit tim. Nuk ka kryeministër ka të djathtë në botë, që të gjithë socialistë ka të djathtë sa ai. Megjithatë, ato socialistët duan që i kanë mbajtur pushtet, apo natyre. Unë dua të majtën dhe të djathtë. Edhe kjo nuk do të thotë që mi janë miq, majtë të djathtë, unë kam aq shumë miq të djathtë sa hapi thash. Qenë totalisht kundra meje, po unë kam prapë miq. Po kur vjen puna këtë çështjet kombëtare, do të ulemi sepse neve kemi diçka të përbashkët, por kemi një pronë të përbashkët, kemi komin të përbashkët. Do ta gjem gjuhën në poshtë. Kemi një pronë që na kanë nënë parë përbashkët. E ne duhet i dalim sot së bashku. E vërtet është kjo gjë. Nuk pres në ndryshim, nuk pres në gjë. Uroj të mos përfshihemi në një sheh të madh botëror, sepse ju shikoni si është situata. Ju shikoni se si kanë shkëlqyer. Fuqitë e mëdha po kërkojnë të zhvasin popujt e vegjël, që marrin pasuri kombëtare për të mbijetuar. Ne po i shohim me sy, s'ka më gjë fshehun, kam ne gjë që jemi rehat, i kemi vënë të gjitha, kështu që nuk bravo i qoftë, bravo. Jemi rehat. Natën edhe rafinerinë e fundit që kishim e rrafshuar me tokën, e shitëm për skrap. Fabrikën e pasurimit që kishim, më kujtohet që dikur neve bakrin e kishim cikël të mbyllur. Do më thënë, e nxirnim, e pasuronim, e prodhonim dhe e shisnim produkt të gatshëm. Sot kemi rënë rahat, nuk e s'kemi asgjë, e ka marrë dikush. Kromin gjithashtu, kështu që jemi rahat gjithë dhe nuk do na sulmoj njeri se i kanë marrë. Jo, mbasi dush pjesë dikujt, do me të futën në vatën e vet, po jo se mu kjo nuk në hapi, për shembull. Unë s'kam për të harruar jetën time vitin 2019. Ne pam 99-ën luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, AFOTEL, për një grup djemshë vajzës që luftuan heroikisht, mbari lufta, erdhen kryen parti, erdhen pushtet. Këto UÇK-s ju dhuron territori Malinësi. Është e tmerrshme. Kështu që mos ma bisin shqiptar fare. Shiko, ja u futën këmbët në një këpuc. Ne ju thash që neve s'kemi pat në herë ideologji, as fetare, as kombëtare, as. Ne kemi pas interesa, ne duam pushtet dhe para, të dyja me rreth. Gjithsesi, nuk nga njerë kur je i vogël duhet ju përshtatesh edhe konjunkturave. Po bravo, por me kush me rujt interesat e madhore këtare. Gjin, unë të falenderoj për bisedën. Ju falenderoj shumë dhe të shkojnë mirë të zgjedhje, mos kemi probleme, mos kemi sherre dhe unë do të uroja që mediat, ata njerëz që teprojnë, t'ju heqin mikrofonin. Unë mendoj që nuk do kemi sherre dhe probleme, gjithë sepse perishët i kanë rënë në dhëmbët, shqiptarët janë mendje hapur, madje kam një rast
e kujtoj për para 4 vitesh, kur po flisja për 97-ën dhe gazetarët e mia, të cilat janë goca të reja, ishin akoma më të reja, për para 4 vjetësh, thoshin më se çka ka ndodhur në 97-ën. Domethënë nuk e mendoni që ky gjyshi i lezetshëm, ky Berisha, kishte bërë një katrahu në 97-ën, por ama nuk ma ham mendja që të dikush të rikthej edhe një herë të marrë antitank edhe të sulet për Berishën se nuk ka forcë. Po nuk e di, kjo është e drejtë juaj, mendimi juaj, po jo imi, sepse unë kam punuar një më mirë se juve. Kështu që unë pres që edhe në varë do t'i kryej probleme Shqipërisë. Shiko, mos haro edhe një gjë që në 97-ën Berisha shfrytëzoi atë naivitetin e disa veriorëve, të cilët mendoni që ardhja në Tiranë duhet t'ja dedikonin Berishës, kur ikën nga mbyllja e kooperativave e tjera dhe në Tiranë. Tashti fëmijët e tyre janë bërë Tiranas dhe nuk je rrem mendje që të marrin një dyfekun edhe të shkojnë, sepse janë martuar me Jugor, janë bërë krushqit e njërën e tjetën. Dhe nuk e harroj një fjalë që më thoshte Kim Mehmeti, më shumë se çdo ideologji bashkon krevati, thoshte. Kështu që tash janë bërë gjithë bashkë, nuk e bie ndërmend pse thot Berisha që shiko se Edi Rama po investon më shumë në jug. Okej, në jug kush është? Shati Nusës është. Ose, kështu që mendoj që janë të tejkaluara këto. Janë të tejkaluara. Deturojmë së bashku, unë juroj çdo të mirë ju edhe stafit tuaj. Gjin, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve që na ndoqët natën e mirë.